Gjykata e Lezhës dënoi me 4 deri 8 muaj burg komisionerët e akuzuar për shpërdorim detyre dhe manipulim të zgjedhjeve vendore të 8 majit në komunën e Daçit. 7 komisionerë të Partisë Demokratike, Socialiste, LSI-s dhe PBDN-s u dënuan me 8 muaj burg, ndërsa një antar i Partisë Socialiste u dënua me 4 muaj. Këtë vendim ka dhënë gjykata paraditën e së premtes, ku sipas saj të 8 komisionerëve u hiqet e drejta e punësimit për 3 vjet. Gjykatësi Adriatik Boçi deklaroi se komisionerët e fshatit Dragush shkelën ligjin në zgjedhjet vendore të 8 majit, ndërsa ish kandidati socialist Rok Roku, i cili pas humbjes në 8 maj denoncoi manipulimet e zgjedhjeve, u shpreh se sot drejtësia vërtetoi abuzimet gjatë procesit të votimeve. Ai paralajmëroi kallëzim penal për komisionerë të qendrave të tjera që sipas tij kanë kryer shkelje më të mëdha se në fshatin Dragush. Drejtësia ja arriti qëllimit, nuk ka rëndësi se sa janë dënu këto komisionerë, por ka rëndësi ndërshkimi i tyre që t'i presim rrugën këtyre manipulimeve të vazhdueshme 20 vjeçare. Më herët prokuroria e Lezhës kishte kërkuar 15 vjet burg dhe 2.4 milion lekë të rinj për 8 komisionerët e komunës së Daçit. Ata u akuzuan se kryen 109 falsifikime duke votuar për persona që ndodheshin jashtë shtetit. Zgjedhjet vendore të 8 majit në komunën Daç nxorën fitues demokratin Gjergj Doci.